Përshëndetje miq të futbollit kosovar, sot do t'i analizojmë rastet e gjirës së 33 Albi Madh Superliga, ku ne kemi gjatë ndeshjeve që janë zhvilluar, domethënë të Albi Madh Superligës, i kemi shkoqitur 10 raste, ku do të fillojmë me ndeshjen që është zhvilluar ditën e martë ndërmjet Gjelanit dhe Malishevës, ku këtë rast kemi kogje të raste, kemi 4 raste të cilet do të analizojmë në bazë të rregullave të lojës, domethënë në bazë të interpretimit të rregullave të lojës, do t'i shpjegojmë rastet e kësaj ndeshje dhe ndeshjeve në vijim që na vijnë. Fillojmë me ndeshjen Gjelani Malisheva. Kemi rastin e parë në minutës 25, kartonin e kuq ku ka intervenu vari. Në vendimin e fush, gjyqtari Kastrati ka marrë me karton të verdh, mirë po shihet në pamjet në vijim që do t'i shohim jashtë se si lojtari Bunjaku nuk e ka fare me qëllim topin, por lojtarin, ku kjo hyn në kategorinë jashtë goditjen, kjo hyn në kategorinë e ndërhyrjeve serioze, ku mund ta cenoj shëndetin e lojtarit të Gjelanit, ku pas rishiqimit në VAR, gjyqtari Bisari Kastrati përcaktohet për karton të kuq me të drejtë për ndërhyrje serioze. Këtu kemi edhe rastin e dytë të penaltie e mundshme për Gjelanin, do t'i kemi pamjet në kohën reale, ja shiqo se si është prekja me dorë, domethënë dora është e larguar nga trupi, është pozitë jo natyrale, ku dora lep topin, jo topi dorën, ja shiqo se si, dhe këtu vendimi korrekt do të ishte penalti. Do të ishte penalti sepse topi vjen nga një distancë konsiderueshme, krosohet topi, ja shiqo se si vjen topi nga goditja nga këndi, ja shiqo se si lojtari këtë dorë që ka të hapur është pozitë natyrale, nuk justifikohet me lëvizje trupit se një dorë ka të mbledhë dorën e majtë të trupit, kurse dorën e djathtë ka të hapur, ja shiqo se si godet topin dhe këtë rast duhet të ishte penalti. Këtu kemi edhe minutën 82 ku pretendohet për penalti e mundshme për Malishevën, mirë po ja këtu në këto pamjet që kemi pamje jashtë shiqo, lojtari nuk ka kurfar kontakti, ka drejt të hynë në rrugën e lojtarit të Malishevës pa penguar, sikur të pengojke, atëherë do të shiqon të varë apo ka kalu vinë ose o bën ndërhyrje mbrapa apo jashtë, kështu që me të drejtë gjyqtari Visar Kastrati ka lejuar që loja të zhvillohet, se këtu nuk kemi kurfar kontakti, ja si lojtari simulon kërcen, pra me të drejtë ka lejuar që loja të vazhdon. Kemi edhe në minutën 85, kemi këtu intervenimin e portierit që vjen deri tek topi, mirë po këtu shihet që lojtari me numër 10 e bën një shtyrje dhe ja hup balancin, se lojtari numër 7 është në ajër, ja hup balancin asaj. Në këtë rast ka qenë vështirë ndoshta për Visar Kastratin të sheh këto pamje dhe duhet të thirret vari për rishiqim. Këtu është penalti, se shtyrja shihet evidente për Gjelanin. Është dashur të ftohet në rishiqim gjyqtari dhe që të vendos për penaltin bazë të këtyre pamjeve është penalti. Domethënë kështu që shihet, siç kemi informatë ose e dim që lojtari me numër 7 Bilali ka pësuar lindim serioz, mirë po gjendja e tij, siç i kemi informatë, është stabile dhe të gjithë nemët e komisionit dhe federatës i dëshirojmë shërim të shpejtë dhe të kthehet aty ku ka vendin pra në fushën e blertë. Shkojmë edhe me ndeshjen Feronik Lisuareka, në minutën 84 kemi pretendohet që ka qenë penalti, mirë po lojtari nuk e ka qenë ndërhyrja brenda, ja shiqojmë pamjet, domethënë ka qenë jashtë, domethënë kjo ndërhyrje cilësohet si mohim i mundësisë shënimit të golit dhe gjyqtari është ftuar në VAR, domethënë pas rishiqimit të këtyre pamjeve në VAR, ka vendosur që lojtarin me numër 22 të Suarekës të përjashtoj për shkak se është mohim i mundësisë të shënimit të golit, do të kishte lojtari Feronik mundësi të mirë për të shënuar, pra goditje direkte dhe karton i kuq për lojtarin numër 22. Këtu kemi edhe rastin e minutës 90+3, kemi gjatë aksionit që është zhvilluar në vazhdimsi, kemi një shtyrje, ja shiqor lojtarin numër 2, se si e shtyn lojtarin të Suarekës me numër 2 dhe shënohet goli. Gjyqtari ka pas pozicionim të mirë, që tash ja ku gjendet, mirë po, e ka pranuar golin, mirë po pas sugjerimit të VAR që të vjen në rishiqim, se në aksionin fillestar domethënë këshyret edhe a ka pas ndërhyrje apo aty, anullon golin për ndërhyrje të paleruar të lojtarit numër 2 të Feronikit ndaj lojtarit të ekipit Mesafir Suareka numër 2, anullohet goli dhe me të drejtë goditje direkte për ekipin e Suarekës. Kemi edhe rastin e ndeshjes Ballkani Drita në minutës 18, kemi një ndërhyrje të lojtarit me numër 8 ndaj lojtarit numër 20 të Dritës, ja shiqohet që është shkelja, domethënë në pjesën e akilit shiqo në këmbë si e shkel, ja shiqo si e shkel në kofshë
shtakat janë të ngritra, do më thonë është ndërhyrje hinë në kategorinë e ndërhyrjeve serioze, ku mund të cënohet shëndeti i lojtarit me numër 20. Vendimi i gjyqtarit në fushë ka qenë kartoni i verdhë, mirë po me sugjerimin e VAR-it për rishqim që është ndërhyrje serioze, anulohet kartoni i verdhë dhe jepet kartoni i kuq për ndërhyrje serioze që cënon shëndetin e kundërshtarit. Kemi edhe rastin e dytë që kemi të ndeshja Ballkanit Drita, kemi shkakun se pse dëshkohet me kartonin e dytë të verdhë, ja që dëshkohet për shkak duar trokitjeve, kjo hyn në kategorinë e sjelljeve jo sportive, ku nuk i lejohet që gjyqtari ta duar troket, do më thonë është hyrë në kategorinë e sjelljes jo sportive dhe me të drejtë gjyqtari Bejtullahi dëshkon me kartonin e dytë të verdhë dhe pason i kuqi. Kemi edhe minutën e 65 rastin e penaltis për ekipin e Llapit, shiqohet që lojtari i Llapit me majet e këpucës vjen i paret e topi, patër pason goditja, pamjet tjera do t'i kemi edhe më binë se në bazë të pamjet që varja shiqohet se si është goditja, do më thonë shihet që lojtari i Llapit mbrin të topi, mirë po lojtari i Ferizajt ja shiqohet se si pason goditja, kemi pamjet të binë se ja shiqohet dhe me të drejtë gjyqtari mentar jetë i akordon penalti. Kemi rastin e minutës 90+, kemi që lojtari i Ferizajt dërhyrje, ja shiqohet si është dërhyrja me bryll, ja shiqohet se si pason goditja, do më thonë kjo është hyrë në dërhyrjet serioze, ku cënon shëndetin dhe në kokë, ku dora është në 90 shkallë, ku këtu rrezikohet shëndeti pra i lojtarit të Llapit, duhet të rishiqohet në VAR dhe këtu do t'ishte kartoni kuq, ja shiqohet goditja si është dhe duhet të ndëshkohet me karton të kuq për ndërhyrje serioze që cënohet shëndeti i lojtarit të Llapit.